Ka thonë Rasulullah alayhi salam, ai I cili nuk e lën ranën edhe të punumrit me ta, Allahu nuk ka nevojë që ky me lanë të hangërit e tij edhe të pimërit e tij. Në kuptimin, Allahu nuk ka nevojë për agjerimin e tij, vetëm se nuk ka thonë për agjerimin, po ka thonë me lanë të hangërit e tij edhe të pimërit e tij, as që I ka thonë agjerim këtij I cili e lën ushqimin ama nuk e lën ranën. Rana musliman është e kundërta e imanit, cilësi e munafikit. E munafiki është në shkallën më të fundit të zjarrit, kështu që le ranën. Rana është cilësi shumë e keqe. Rana nuk lën burnive se ka prish, nuk lën njerëzillakëve se ka hjek, nuk lën kurgja për te muslimanive se ka prish. Rana shumë e keqe musliman, kështu që shfrytëzoa këtë Ramadan edhe premtoj Allahu te Azza wa Jall që ki me lan ranën. Qysh e lën bukën edhe ujin për Allahun, le ranën, mos raj, thuaj gjithmonë të vërtetën.